Në transmetimin e radhës së emisionit Hea me drejtuese gazetaren Laureta Petoshati, tema që u trajtua ishte labëria që jeton, shoqatat dhe trashëgimia. Të ftuar ishin Ahmet Demaj, kryetari i shoqatës Labëria Degavlor, studiues dhe publicist, Shpresim Kasaj, veprimtar dhe ish kryetari i shoqatës Armeni, Tomor Lelo, mjeshtër i madh, kryetari i shoqatës Çipini dhe një nga zërat më të njohur të polifonisë si dhe Albert Abazaj, poet, studiues dhe ish kryetari i shoqatës Tërbaçi. Në këtë emision u fol për rolin e shoqatave patriotike në ruajtjen e identitetit kombëtar, në promovimin e kulturës dhe nderimin e figurave historike të Labërisë, duke nisur nga Ismail Qemali, Osman Axhiu, Ali Aslani, Dje e Merad deri tek Bardosh Gaçe, Petri Trukaj e të tjerë sot, të cilët mbeten gur kilometrik që lidhen me të kaluarën me të sotmen dhe mbartin frymën e Bashkimit Kombëtar. Të ftuarit sollën shembuj konkret nga veprimtaria e shoqatave që përfaqësojnë duke theksuar rëndësinë e tyre në ndriçimin e figurave historike të harruara, si ajo e Ali Beqirit, inxhinier, Kujtim Beqiri, Zaçe Delo, Dulaj, Isuf Luzaj, Ramadan Armeni, Veledin Kollozi, Rifat Ali Kasaj, Hysni Lepenica, Çeta Plake Gjormi, Rapo Meto, Mato Hasanin e të tjerë, në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe në forcimin e lidhjeve midis brezave. Interesant në emision ishte momenti kur drejtuesja e emisionit i bëri pyetje zotit Ahmet Demaj, kryetari i shoqatës Labëria, se nëse do të ndodhej përpara Ismail Qemalit, çfarë përgjigje do të jepte për rolin e shoqatës Labëria sot, ndërsa zotin Shpresim Kasaj e pyeti nëse ndodhej përballë Osman Axhiut, zotin Tomor Lelo, nëse ndodhej përpara gjyshit të tij Zigur Lelo, zotin Albert Abazaj, nëse ndodhej përballë Halim Xhelos. Në përgjigje u tha se edhe pse me forma të reja, fryma e dashurisë që u udhëheq ata mbetet gjallë edhe sot. Në fund emocionin e mbylli kënga Labe improvizuar, ajo që mbart shpirtin e Labërisë dhe tingëllon si një ur midis historisë dhe përjetësisë. Mesazhi që u përcjoll me emocion ishte i qartë: Labëria jon jeton përmes këngës Labe, kujtesës dhe qytetarëve të saj. Emisioni Hea do të vijojë të shtunën që vjen me tema dhe personazhe të tjerë.